أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Falemderojmë Allahun, paqja qoftë mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata të cilët e ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë të bukur fisnike. Në boft Allahu edhe ne të gjithëve që e ndjekim dhe pasojmë këtë udhë të drejtë islame të pastër, rrugë e paqes dhe dashurisë. Kësaj radhe, vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare, inshallah do të komentojmë një sure me peshë të rëndë, me peshë të fuqishme, që është fjala pra për surën El Mulk. Sura kjo është shpallur në Mekë, që trajton çështjet themelore të besimit. Dhe kjo pra ka zbritur në Mekë pas surës Tur, dhe gjithsej ka 30 ajete. Quhet surja Mulk si kaptin e sundimit, nga se përmendet që i gjithë sundimi i takon vetëm Allahut. Bismillahirrahmanirrahim. Tebaraka alladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Pra kështu fillon ajeti i parë me bismillah. Pra i madhruar është ai që në dorën e fuqisë së tij është i tërë sundimi, dhe ai ka fuqi mishdësen. Na tregon pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam se ai njeri i cili para se bjen me fjet dhe lexon surën Mulk do të jetë i ruajtur nga dënimi i natës zvarrit. Po ashtu, ai njeri i cili e lexon surën Mulk dhe vdes ditën e nesërme në front të luftës, bie shahid pra në rrugën e Zotit. Pra kështu tregon Muhamedi alayhi salatu wassalam për rëndësinë dhe peshën që ka kjo sure. Pra, ku i takon pra tebaraka alladhi biyadihi al-mulk? Ku i takon madhria? Vetëm Allahut. Ne e madhërojmë Allahun me dhikr të shpesht. Allahun lidhje me këtë çështje thot: Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. O ju të cilët keni besu, pra ta falenderoni Allahun, ta përmendni Allahun, ta madhroni Allahun, sepse madhëria i takon atij dhe vetëm atij. Pra, i tërë sundimi i takon vetëm atij. Dhe ai ka fuqi përshëndetsend. Pra la hawla la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. S'ka forcë as fuqi më të madhe se fuqia e të madhërishmit të Allah. Dhe pas këtij ajeti të parë fillon mu zbërthy zinxhiri, pra hallka zinxhirore, dhe me tregu madhështinë e Allahut, se çka Allahu xhaleshanuhu krijoi. Duke vazhduar në ajetin e dytë të surës Mulk, Bismillahirrahmanirrahim, alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Ai është që krijoi vdekjen dhe jetën për t'ju provuar se cili prej jush është me vepër mirë. Ai është ngadhnjësi me gatfalsi. Saliki, robi i cili është të udhëtu drejt Allahut xhaleshanuhu, e din se vdekja dhe jetëja janë hak, janë procese të cilat arifi që e njeh irfaniyetin, e njeh dijen për te dijes dhe mediton në madhështinë dhe në krijimtarinë që ka bërë Allahu, e din arifi i dishmi, e din se dita me takimin dhe takimin e vërtet pra me Allahun xhaleshanuhu është ajo ditë e madhe. Pra Allahu krijoi jetën dhe vdekjen me ju provu
se kush është vepër mirë. Ahsanu amala, pra ahsanu amala, pra ata që bojnë punë të mira. Për shembull, largon një pengesë prej rrugës, pastron xhamin, pastron shtëpinë, pastron qytetin, ushqen të varfrit, jetimët, bonjakët. Por dhe kjo vepër e mirë, shkollon një student, boton një libër, hap një post, një çesme, hap një spital, një fabrik. Edhe kjo është problem, vepër e mirë në rrugën e Allahut, Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu. Wa huwa al-Azizul Ghafur, pra është nga njësi, inna Allahi yaghfiru dhunuba jamia, pra është Gafuri, është falsi. Pastaj vazhdon ajeti i tretë me radhë, alladhi khalaqa sab'a samawati tibaqa, ma tara fi khalqi ar-Rahmani min tafawut, farji al-basara hal tara min futur. Ai është që krijoi 7 qije palë mbi palë krijimin e mëshiruesit, nuk mund të shohësh ndonjë kontrast. Andaj drejto shikimin se a sheh ndonjë çarje. Pra në këtë krijim të Allahit që ka krijuar Allahu çdo gjë, duke filluar edhe njeriu, alladhi khalaqa al-maut, dhe jetën, wal hayat, dhe vdekjen dhe jetën, pra dhe hayat dhe jetën dhe maut, pra që është vdekja. Po ai krijoi edhe 7 qijet e palë mbi palë. Pra, në madhështinë e Allahut nuk mundesh me pa kontradikte ose kontrast. Dhe shiko pra rrotull teje, siç thot Allahu në Kur'an, se nurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Të shihni argumentet tona në horizontin, mos në horizontin vetet e juja pashtu. Të shihni argumentet dhe të shihni se në madhështinë e të lartit Allah që i ka krijuar gjitha këto krijesa dhe gjallësa që i shohim dhe nuk i shohim me sytë tanë të kufizum, gjitha këto janë urtësi me na tregu se ai është krijues. Pra, kjo është pra mirësi e Zotit. Pastaj vazhdon ajeti 4, thumma rjil basara karrataini yanqalib ilayka al-basaru khasiyan wa huwa hasir. Pastaj thot, mandej her pas here drejto shikimin, e shikimi do të kthehet te ti për ulur dhe i molisur. Subhanallah, pra shiko sa dush, hapi syt sa dush, por ti shikon një herë me sytë e zemrës dhe mendjes se çfarë madhështie të madhe ka krijuar Allahu rrotull teje, a nuk je duke menduar pasi je duke shikuar. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Vërcillën e hafërt e kemi zbukuru me kandila yje ndryques dhe ata i kemi bërë gjujtës kundër shejtanëve, cilve u kemi përgatitur dënim me zjarr shumë të madh. Subhanallahu, pra imagjinoni vëllezër, pra imagjinoni çfarë madhështie e madhe, vetëm qielli i kësaj dunjaje që është mijëra vite drite, e galaktika, e ndryshim, e kandila e yje ndryques, ku pe yjeve përmenden që disa prej tyre janë që i gjujnë edhe djajt. Kjo përmendet dikun edhe në surën Najm, rasti që thuhet që këta yje janë që i gjujnë edhe djajt. E për djallin, për shejtanin, është përgatit dënimi zjarrit, për shkak se ai ishte mizor, dhe Allahu nuk i don mizort dhe mendjem dhejt. Pra, shejtani ishte ai i cili doli për razis të Zotit. Pastaj, walilladhina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir.
E dënimi në xhehenem është edhe për ata që nuk i besojnë Zotit tyne sa vend e keq që është ai. Normalisht se vend më të keq se xhenemi nuk ka, por edhe xhenemi ka ato dënimet e veta. Për shembull, në xhehenem është një pemë që e ka emrin pema zekum, shajaratu zekum, ku thuhet se vetëm një pikë e vogël për asaj peme, për frytit të saj, po të binte në oqeanet tona toksore, do t'i shkatronte të gjitha. Pra, do t'i shkatronte, imagjino një pikë pra. Pastaj vazhdon ajeti pra i 7 me radh, idha ulku fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Kur të hidhen ta pranë zjarr, ata do t'ja dëgjojnë atij ushtimin, pra ushtimin zjarrit, e ai vlon. Thuhet se dënimi më i vogël në zjarr do të jetë zjarr poshtë këmbëve, të prush pra, prush që nga i zjarr prush të vlon kapaku i kres. Pra dënimi më i vogël. Imagjinoni më i madh sa mund të jetë. Pastaj vazhdon ajeti tegadu tamayyazu min al-ghaidh. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Pra alam ya'tikum nadhir. Pra nga zemrimi ai gati coptohet pra i pabesimtari. Sa herë që hidhet në të ndonjë turm, roja pyet: a nuk u pat ardhur juve ndonjë pejgamber qërtues? Pra nadhir, bashir, që ja ka përkujtu pra pejgamber që ju ka ardhur juve me qërtue për gabimet fatale që i kini bo, pra ja u përkëtojnë edhe në ato momente zemrimi që janë duke u zemru e gati sa zbanë copa, u qërtohet edhe në atë ditë u thohet se ishin pejgambert, po ju i refuzuat të mijat e Zotit. Allahu na ruaj. Pastaj ata çka thonë? Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma anzala Allahu min shay'in in antum illa fi dhalalin kabir. Ata thonë, po ne na erdhi pejgamberi, por ne e përgënjeshtruam dhe ne u tham, Allahu nuk shpall asgjë e ju nuk jeni tjetër vetëm se një humbje të madhe. Pra i akuzun si të humbur dhe u thanë se ju jeni në dalal kebir, pra në humbje të madhe. Por gjithmonë ai që akuzon tjetrin si hums dhe që ka hum, do të më shiku se mos vetë është i humbun. Sepse dikush kur mundohet me angjit dikujt diçka në etiket dhe me shpif për këtë, do të më shiku se mos vetë ai është ashtu. Pra ju erdhën pejgambert i përgënjeshtruan. Sukur popullit Nuhit që u dërgu pra vetë pejgamberi Nuh a.s., popullit Idrisit, Iliasit, popullit të Musait, Isait a.s. po ashtu. Pastaj vazhdon ajeti 10 me radhë dhe thot: wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dhe thonë, si kur të kishim dëgjuar dhe pasër mend, ne nuk do të ishim dërbanusit e zjarrit, ashabus sa'ir. Pra, i bin pjeshbën, se po të kishim dëgju, thonë, vesh pak me pa pas mend, tash nuk ishim ka pishem zemë.
Pastaj vazhdon ajeti i 11 fa'atarafu bi dhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Pra i pranojnë mëkatet e veta banuesit e zjarrit qofshin larg mëshirës. Pastaj innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Pra ata që pa e par i friksohen Zotit të vet, për ta ka falje dhe shpërblim kebir, pra shpërblim të madh. Pra që i friksohen Zotit, i pranojnë gjunohat e veta, pra i pranojnë mëkatet e veta, banuesit e zjarrit qofshin pra larg mëshirës, kurse ata që pa i par i friksohen Zotit të vet, pra dhe kërkojnë falje dhe shpërblim të madh do të ketë për ata që kërkojnë falje, se Allahu është falës se don faljen. E don faljen i madh dhe Allah e don, dhe ja lën robit derën gjithmonë çelë të hapur për të penduar. Pastaj vazhdon ajeti 13 dhe thot: "Wasari'u qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati as-sudur." E ju fshihni ose thoni fjalën tuaj haptas, ai s'ka dyshim se diçka fshehni në zemrat tuaja. Ti e mshefe fjalën tonë, e the publikisht, e the privatisht, sido që ta thuash, Allahu e din mirë qëllimin dhe i din mirë zemrat, njetet e njerëzve. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. A nuk e di ai që ka krijuar kur dihet se ai depërton në thellësitë të sekreteve i një hollësit. Pra, Allahu i din të fshehtat, e din gajbin, e din sekretet, edhe ato që ka njerëzit kultivojnë. Prandaj, Allahu u ashpalos ato sekrete dhe i di detajet dhe hollësit, sepse është krijuesi jonë, është krijuesi krijesave. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kullu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Ai është që juve tokën u bëri të përshtatshme, andaj esni në për pjesë të saj dhe shfrytëzoni begatit e tij, vetëm te ai është e ardhmja. Pra Allahu na i dha shumë nimete, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, duhet ta falenderojmë atë që na dha tokën. Wa anzalna minas samai ma'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Po ashtu na dha rrezik e bereqet përmes shiut dhe burimeve përmes tokës. Pra na i dha shumë të mira dhe begati. Dhe duhet jemi pra pej abden shakura, pra pej robëve falemderues, që falemderojmë Allahun Ta'ala me gjesë mbrëmje. Pra pasaj vazhdon ajeti 16: Am amintum man fis samai an yursila alaykum hasiba fasata'lamuna kayfa an-nadhir. Pra a u garantuat ju prej atij që është në qiell e që të mos ju shafit, të mos u lëshoj toka kur të dridhet. Kur dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, pra idha zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha. Pra kur dridhet tokja me dridhjen e saj të fuqishme dhe nxjerr çka ka në mendsinë e saj, e thot njeriu çka është ka bëhat kështu. Pra edhe Zoti pra ka mundësi që me i denua me një denim që kur menja mos m'ja morë mu quën nëjherë ata pe ati denimi të dhemshëm si shafitje e tokës dhe dridhje e tokës.
Pastaj vazhdon pra ajeti i 17 me radhë thot walaqad kadhaba alladhina min qablihim fa kayfa kana nakir. Pra au garantuat ju prej atij që është në qiell që të mos shoj kundër jush ndonjë stuhi me rrebesh gurësh, e pra ta kuptoni se si është ndeshkimi pra im. Pra am amintum man fi as-samai an yursila alaykum hasiban fasata'lamuna kayfa an-nadhir. Pra au garantuat ju prej atij që është në qiell që të mos lëshoj kundër jush ndonjë stuhi me rrebesh gur, e pra do ta kuptoni se si është ndeshkimi im. Pastaj vazhdon pra ajeti 18 walaqad kadhaba alladhina min qablihim fa kayfa kana an-nakhir. Ja ata që ishin para tyre përgënjeshtuan, por çfarë është dënimi im? Pra sikur dën Zoti ja u çon një shafitje tokës, edhe toka dridhet e i bën do të thot copa. Apo pe qiellit Allahi e çon një rrebesh gursh, edhe ky është një ndeshkim që mjafton që ata të gjithë të zhduken. Pra edhe ata që ishin për atyre që përgënjeshtruan dhe mohuan Allahun dhe i bën shok Zotit, i priti dënimi, Allahu na ruaj. Pastaj vazhdon ajeti 19 e walam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidan ma yumsikuhuna illa ar-Rahman innahu bikulli shay'in basir. A nuk i shikuan ta shpezet pra tajr përmbi ta krahapur dhe kur krahët i palojnë, ato nuk i mban kush në ajër pos Allahut. Ai është që çdo send e sheh dhe e di. Pra, ju keni pa shpezet fluturues që fluturojnë, dallëndyshet, zogjet e malit e tjerë, se si ato fluturojnë, pra Allahu tregon edhe urtësinë se si Allahu këto gjallësa i ka bë që me fluturu, edhe thot përmbi ta krahapur, edhe krahët i palojnë, thot nuk i mbakush ndaj veç Allahi plotfuqishëm. Pra veç Allahi plotfuqishëm, i cili është Rahman, mëshirues, innehu bikulli shay'in basir, pra ai është që çdo send e sheh dhe di. Pastaj vazhdon ajeti 20 aman hadha alladhi huwa jundun lakum yansurukum min dunir rahman innal kafiruna illa fi gurur. Pastaj pra kush është ajo ushtria juaja që do t'ju ndihmoj pos mëshiruesit Rahmanit? Është e vërtetë se jo besimtarët gjenden në një mashtrim të madh. E ku ka mashtrim më të madh për jo besimtarin, pa besim që nuk e njeh krijuesin e vet dhe nuk e din qëllimin e ardhjes së tij në këtë botë. Pra nuk e din pse ka ardhur në këtë botë. Pastaj vazhdo ajeti i 21 aman hadha alladhi yarzuqukum in amsaka rizqahu bellaju fi utoi wan nufur. Pastaj thot pra kush është ai që ju ushqen po që sa ju u ndërpret furnizimin e vet, jo askush, po ata vazhdojnë me arrogancë kundërvënie. Pra vazhdojnë me arrogancë dhe kundërvënie. Pastaj vazhdon ajeti dhe thot se furnizimi pra si kur të ndërpritej pe Allahut i cili është Rezak, çfarë do të ndodhte me ju? Pra nuk meditoni as në atë që Zoti dhe krijuesi i gjithësisë pra Allahu ja u ka dhënë, dhe nuk jeni pej falëndëruesve për nimetet e shumta.
Pra, pastaj vazhdon ajeti i 22 me radh, e femen yamshi mukiben ala wajhihi ahada, aman yamshi sawiya ala siratin mustaqim. Pra, a është më i udhëzuar ai që ecën i përmbysur me fytyrën tokë, apo ai që ecën në pozicionin qëndrues rrugës së drejtë? Pra në sirat al-mustaqim. Pastaj vazhdon ajeti i 23 me radh, kul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Pra thuaj, ai është që ju krijoi ju dhuroi të dëgjuarit, të parit dhe mendjen, kurse pak po e falenderoni. Pra, kur e pyetën pejgamberin alayhis salatu wassalam, tha, "A falam akuna 'abdan shakura", nuk duhet jem unë për robëve falendërues. Ta falenderojmë Allahun për të mirat që na i dha, syt, mendjen, trupin në përgjithësi, shpirtin na dha, dhe gjitha na i dha Allahu xhaleshanuhu, krijuesi jon. Krijuesi i universit, krijuesi i njerëzve. Pra, pastaj vazhdon ajeti 24 me radh, kul huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Pra që Allahu xhaleshano është ai që udhëroi dëgjumit, pamit, mendjen, dhe gjitha këto pra janë mirësitë e Zotit, që duhet ta falenderojnë që na dha të pamunit, të dëgjuarit, të analizuarit, të shikuarit, pra dhe gjitha na i dha Allahu krijuesi ynë. Pastaj vazhdon ajeti, kul huwa alladhi dharakum fil ard wa ilayhi tuhsharun. Thuaj, ai është që ju krijoi e ju shërmoi në tokë, dhe vetëm te ai do të tuboheni. Pra tubimi, Yawmul Adhim, ditën e madhe, ditën Yawmuddin, ditën e besimit islam, ditën e fesë, ata pra do të tubohen dhe do të dalin pra Allahut. Pastaj vazhdon ajeti i 25 me radh, pra وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. E ata po thonë, kur do të se ndërtohet ky pretim, po që se jeni të vërtet. Pastaj vazhdon ajeti 26, kul innama al-ilmu 'inda Allah wa innama ana an-nadhirun mubin. Thuaj atë dhe vetëm Allah. E unë jam vetëm një qërtues që ju bëj me dije. Pra gjitha i den Allah. Por unë jam thjeshtët një qërtues që ju bëj me dije, pra ju njoftoj se premtimi i Zotit është mëse i vërtet. Pra pastaj vazhdon ajeti tjetër me radh i surës pra Mulk, i 27 me radh, فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Kur ta shohin atë xhenemin se po afrohet fytyrat e atyre që nuk besuan, u shëmtohen dhe u thuhet, ky është ai që ju kërkonit sa më shpejt. Pra ju përshpejtohet procedura e dënimit dhe ata po besimtarët e shohin xhenemin dhe do të merrohen. Kul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimna faman yujiru al-kafirin min 'adhabin alim. Pastaj thot, thuaj më tregoni pra nëse Allahu më merr shpirtin mua dhe atyre që janë me mua, ose na mëshiron, kush do t'i mbrojë jo besimtarët prej një dënimi të mundshëm? Pra adhabun alim. Sa i vazhdon ajeti 30 me radh, kul huwa ar-Rahmanu amana bihi wa alayhi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Pra
thuaj ai është mëshiruesi, ajeti pra 29, thuaj ai është mëshiruesi, Rahmani pra, ati kemi besuar dhe vetëm te ai jemi të mbështetur, wa tawakkal ala Allahil mu'minun, pra ti mbështeten Allahut besimtarët, kurse ju do ta kuptoni se kush një mend është ai i humburi. Pra ai që është vërtet në dalalin mubin. Pastaj vazhdon ajeti 30 dhe përfundimtari i këtij ajeti i kësaj sure, kul ara'aytum in asbaha ma'ukum gawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Thuaj më tregoni nëse uji juaj humbet në thellësi, kush do t'ju sjell ujë mbi toksor burimor. Për shembull, nëse do të humbte uji, do të ngelnin njerëzit pa pi ujë, do të ishte me të vërtet një kaos, një shkatrim shumë i madh do të ishte, dhe do të ishte fundi i njerëzimit, sikur ujin ta përbinte toka dhe të mos kishte ujë për të pirë, për të pastruar. Do të ishte shumë e vështirë kjo, prandaj Allahun duhet ta falenderojmë për të mirat që na dha. Të mirat e Zotit që ka në dorë të pushtetin janë të pakufishme. Ai është që sajoi vdekjen dhe jetën. Pra vdekja përmendet para jetës për arsye se është më e trishtueshme dhe prej saj mbledhin mend të tjerët. Përmendet edhe për arsye se etapat e krijimit të njeriu derisa të vijë jeta që plotësohet me hyrjen e shpirtit në trup janë më të paqarta për njerëz. Vdekja është më konkrete dhe fillon me daljen e shpirtit dhe etapat që zhvillohen në trupin e njeriu, pra derisa të shndrohet plotësisht në dhe. Janë si ato të jetës, por tash në anën apo drejtimin e kundërt. Derisa njerëzit janë të krijuar për të provuar se kush është vepërmirë, kush keqbërës, vetveti u kuptohet se veprat do të shqyrtohen dhe si rezultat do të shpërblehen ose do të ndëshkohen. Vdekja nuk është shkatrimi plot, ajo është shkatrimi përbërës trup shpirt, e shpirti vazhdon jetën, pra kalon prej një jetë në një jetë tjetër. Pejgamberi selam ka thënë, kur ndonjëri prej jush varroset të përcjellin fillojnë të kthehen, ai dëgjon krismën e këpucëve që kanë qenë prezent pra. Mutafakun alej, Sahihul Buhari dhe Muslim. Krimi 7 polqive është vepër e Zotit. E vepra ti nuk mund të kenë ndonjë tëmet. Qenjet dhe sendet që u nënshtrohen ligjeve të Zotit pa vullnetin e tyre nuk mund të ndodhë që t'i thyen ligjet. Nuk ndodhë të shkaktohet ndeshje. Vetëm njeriu që pjesërisht është i lirë në punën e vet, mund të vijë në kundërshtim me ligjet të Zotit. Andaj shfaqet ndonjë emet, yjet që zbukojnë qiellin janë edhe trupat që nxjerrin shkëndijë të zjarrta, të cilat i godasin shejtarët dhe mësimet e falltorëve. Pra ato mësimet e filxhanxhive, horoskopistëve të devijuar. Pra, në disa nga këto ajete përmenden pra të mira të Allahut të cilat i krijoi për njerëzit tokën që u bëri të përshtatshme, të begatshme, që mund të ecin nëpër të gjitha anët e saj dhe të shfrytëzojnë begatitë që i krijoi Allahu dhe ashtu të rrojnë e të jetojnë, i frymëzuar prej fjalës së Zotit, esni nëpër viset e saj e kërkoni begati, kërkoni pra begati, sepse Allahu xhaleshanuhu i ka depët e mëdha të furnizimit për robët, për krijesat, sidomos ato krijesat që janë shumë përmendëse të Allahut. Umeri halifi i dytë kalon pra një grupi njerëz që rrinin ulur dhe u thot: kush dhe shka jeni? Ata i thanë: jemi të mbështetur në Zotin. Ai u tha: jo, ju jeni barrat e tjerëve. I mbështetur është ai që e hedh farën e tokë dhe e beson Zotit. Edhe pse Zoti u bëri tokën të përshtatshme për jetë e gjallim, ajo mund të dridhet edhe të lëshojë njerëz. Madje ka mundësi që edhe nga qielli shohet ndonjë fërtunë të bëjë shkatrime. Prej këtyre njerëzit nuk janë të garantuar, por këto janë masa ndëshkuese për kokfortit, andaj duhet kërkuar mbrojtje prej Zotit. Njeriu i cili kohë pas kohe nuk vështron me vëmendje të gjitha dukuritë në ekzistencë, të cilat dokumentojnë fuqinë e pakufishme të Zotit krijues e pastaj nuk bindet në udhëzimet që ai ja shpalli njerëzve, ai është si një i verbër që nuk e sheh rrugën, e përulet dhe andej se
sa këndej rrezohet përmbys me fytyrë dhe kur nuk mund të arrijë qëllimin e duhur. Pra, kjo ishte në pika të shkurta komentimi i surës El-Mulk, e cila sure pra është një ndër suret që tregon për fuqinë dhe sundimin e Allahut, i cili është Malikin Nas, i cili është Zoti i njerëzve, i cili i ka krijuar njerëz dhe gjend që ta adhurojnë. Prandaj lusë Allahun xhalla shanuhu që dhe ne t'jemi pej adhuruesve dhe shumë përmendësve të Allahut, dhe të na falë neve Allahu, neve juve dhe të gjithëve ejma'in salihin siddiqin. Amin, amin, amin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.